Kam filluar punime ndërtimore për rikonstruimin dhe asfaltimin një krahu të rrugës Borçe Jovanovski në segmentin që shtrihet nga Trekënçi pranë tregut të vogël deri te dalja në rrugën Kej Vardar. Realizimi i këtij projekti është pjesë aktiviteteve të komunës së Gostivarit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë në komunikacion, si dhe për krijimin e kushteve më të mira për lëvizjen e qytetarëve. Gjatë kohëzgjatjes së punimeve, ky aks rrugor do të jetë pjesërisht i mbyllur për qarkullimin e automjeteve, ndërsa trafiku do zhvillohet sipas një regjimi të përkohshëm në përputhje me sinjalizimin rrugor të vendosur në terren. Me qëllim të zhvillimit të pandërprerë dhe efikas të punimeve, banorët dhe përdoruesit e kësaj rruge ftohen që të largojnë automjetet e parkuara përgjatë aksit rrugor që përfshihet në projekt. Institucionet kompetente kërkojnë mirëkuptim nga qytetarët për shqetësimet e përkohshme, duke theksuar se punimet do të kontribuojnë në përmirësimin afatgjatë të kushteve të qarkullimit dhe cilësisë së jetesës në këtë zonë.